Atëherë në këtë video do ju tregoj se si të bëjmë brumin e thartuar duke e nisur nga fillimi kur nuk keni fare brum për të bërë bukë. Versioni që po ju tregoj përdor trahanan si një agent i përshpejtimit të fermentimit të brumit. Kam marrë këtu 3 lugë trahana dhe do t'i hedh rreth 2 filxhana ujë. Unë do ja hedh me sy, por po ju jap një masë me hamendje. Ja kaq. Dhe tani këtë do ta lë gjysmore, do ta përziej pak dhe do ta lë gjysmore që trahanaja të tretet në ujë. Uji do të keni parasysh që është i filtruar, nuk duhet ujë me klorin dhe do ta lë, siç ju thash, rreth 30 minuta me hamendje që trahanaja të jetë tretur. Kanë kaluar 30 minuta tani, trahanaja është tretur, ky uji është trashur, do t'i hedhim miellin. Si gjithmonë do ja hedhim miellin me sy. Arsyeja sepse unë nuk jap masa është se dua që ju të mësoni se si të kuptoni kush është konsistenca e duhur. Atëherë unë kam miell për bukë, do t'i hedh rreth 3 lugë të mbushura plot si fillim dhe më pas do të shikoj nëse brumi do të ketë nevojë për më tepër. Nëse jeni në dimër, kjo masë duhet të rri paksa në një vend të ngrohtë, ndërsa nëse jeni në verë, në një vend paksa të freskët, kur temperatura nuk është shumë e lartë. Ja, tani unë do ta përziej. Është mirë që të mbani gjithmonë një endë qelçi, sepse kështu jeni në gjendje që ta shikoni nga jashtë se sa brumi është ngritur. Unë kam arritur konsistencën që dëshiroja, shifeni nga brenda, këtu është po themi si reçel, qershie ose lule shtrydeje. Kjo është konsistenca që dëshirojmë. E ul paksa brumin në të gjitha anët që të jem në gjendje ta shikoj nga jashtë se si do të sillet brumi. Nëse dëshironi, unë sot jam në ditën e parë dhe po filloj procesin e bërjes së tharmit. Nëse dëshironi ta filloni së bashku me mua, do të vazhdoni për ditë kur unë do t'ju tregoj hapat e tjera. Ky proces do marrë 5 deri në 7 ditë. Nuk është asgjë fikse, kuptohet, sepse nuk e dim se si do të reagojë brumi, mielli, uji, gjithçka ka rëndësi në këtë proces. Nuk është asgjë fikse pra. Por do të keni pak durim dhe gjithmonë duke vëzhguar se si ecën ditë për ditë. Brumi tani është gati, unë do ta mbuloj mundësisht me një pecet dhe do ta lë në një vend të ftohtë. Këtu është verë, temperaturat janë pak të larta dhe unë do ta lë në një vend të freskët dhe do të rikthehem pas 12 orësh ta shoh.